Mirëmbrëma. Sot dua që t'u flas për marrëdhëniet e fëmijëve të mi me gjysherit. Fundjavës që shkoj, i çova fëmijët e mi tek prindrit e mi. Në fakt i çoj shumë shpesh, bilës me thënë drejtën, nga njerë i çoj kur i thonë jo më shumë prej hallit sesa jo shumë prej mallit sesa prej hallit. I çoj sepse kam qef që dalë në njerë me ti me shoqen darkë, të pim në i gotë me miqt, edhe prandaj edhe i qoj. Bile se e gënjej gjithmonë ti me më i them, mami i them, mund t'i mbash fëmijët sot sepse do dalim, sepse kemi një darkë shumë të rëndësishme. I mami. Unë sot pas kam një sekret. Sekreti im sot është që mami im ndodhe të sallë. Qa po thosha? Mami, nuk është e vërtet ajo që sa po thash. Nuk është e vërtet që u të gënjej. Nejse. Po flistim për gjyshrit, po. Okej. Flasim për babin, me që s'pas ka ardhur. Pra, fëmijët e mi kanë marrëdhënie të shkëlqyera me prindrit e mi. Mami dhe vajza janë si shoqe të ngushta, kurse djali i ka lidhur pipzat me gjyshin, me timat. Në fakt, babi im është nga ata lloj gjyshëris që nuk para i jepet shumë për të përkëdhelur fëmijët. E vetë nga përkëdhelje që i bën i matë timbiri është, ajde këtu ke gjyku! Ajde këtu ke gjyku! Do pi gjyshi raki! I ke babit ashti! Në fakt ata luajnë gjithë ditën bashkë, sepse babi im për shkak të shërbimeve dhe punëve të ndryshme që ka pasur, kur kam qenë unë fëmijë s'është se ka pasur shumë kohë që të luaj me mua, kështu që kjo mundësi jo është dhënë që të luaj me timbir. Do thoni ju, çfarë luajnë i mat me timbir? Domino. E dini se kush fiton gjithmonë? Sigurisht që babi im. Babi im është kampion i dominos të lagje. Edhe fitojnë gjithmonë. Gjithmonë nga dhoma ku ata luajnë, dëgjohet gjithmonë i njëjti dialog. Babi që i thot, i lemine, dy lemine, tre isene, karafile, bo, çukalo, linkthi, pinkthi, sumariq, dadariq, këtë me dhe këtë iq, domino. Pastaj dëgjohet djali që proteston, që ankohet. Me ile, gjyshi bëri me ile, ti gjithmonë kështu ma bën mua. Ti gjyshi thot, jemi strec. Edhe i matë që qeshe, po kjo pikeze, sot u bëra kaq, u plaka, s'më ka thënë një njëri gjithë jetën time mistrec, u po kë, dy pëllëm njëri, kë ma qoku të më thotë mua mistrec. Nëse gjithsesi, ata vërtet kënaqen shumë, luajnë shumë, vetëm se ndodh një gjë. Nuk e di a keni vënë re juve, fëmijët kur kthehen nga prindrit, janë tjetër gjë. Sikur se janë fëmijët e tu. Janë më të hardallosur, janë bëjnë gati të pakapshëm, ka një energji të papar. Po që marrin huqe, për shembull vajza, më ka marrë huqet e nanës. Vajzës për shembull i pëlqen shumë të shikoj telenovela. Kjo është e vërtet, mami, mos t'jele tatri. I pëlqen shumë të shikoj telenovela edhe qanë bilës duke parë telenovelat. Ose ka raste për shembull që fillon dhe flet me shprehje popullore, siç flet nëna. Ç'është më tha një shprehje para 2 ditësh, më tha, kam dëgjuar nënën që ka thënë do heq një fshes me bishin e qerit, do marr kokën poshtë. Ç'a do të thotë? Tash ka dashur nëna të thotë që do fshi shpejt dhe do shkoj të flej gjumë. Kurse djali ka marrë huqe të tjera. Djali për shembull, pavarësisht se nuk i pëlqen ëmbëlsirat fare, kur vjen në shtëpi, veç kur e shikon duke ngrënë sheqerin me lugë. Ose më lutet për shembull që t'i blej bileta llotarie. Ose kulmi është për shembull kur ndonjëherë për shembull se elbet e fëmijës bën ndonjë pol. Edhe kur unë i them, ç'a bëre më pap, ç'a bëre kështu? Jo thot, se bëra unë e bëri nëna, kështu thot gjithmonë gjyshi. Në fakt, të djelave në darkë, ku shkojmë t'i mbledhim, shkojmë nga njerë, shkojmë shumë vonë, në fakt, e me gjitha të fëmijët rinë aty edhe gjithmonë, do me thënë, rezistojnë derisa të shkoj t'i marri mami dhe babi. Djali
që është më i vogël, ai nuk para flen përgjithësi, edhe me këtë merret nëna. E merr gjithmonë nëna për dore, futen aty tek dhoma e gjumit, hajde me nënën se do të bëj nëna në gjumë, fikin dritën, ashtu në errësirë shtrihen të dy, edhe kur shkoj unë, edhe hap derën e dhomës, e hap për gjysëm, fus kokën, edhe i them, ha, e zuri gjumi. Gjithmonë në të njëjtin moment, në atë sekond, vjen e njëjta përgjigje. E zuri, babi, e zuri. Edhe dela i maqoku, dela ty te dera, thot, e vura nënën në gjumë, ikim tash, s'ka problem. Në fakt të pyes mamin gjithmonë, i them, të mërzisin këta të vegjit, jo, thot, në asë mënyrë, thot, fëmijët janë mjalti i mjaltit, thot, fëmijët ta ndriçojnë shtëpinë. Edhe ka shumë drejt mami im për fëmijët e mi, edhe ata ta ndriçojnë shtëpinë, biles ta ndriçojnë edhe ditën edhe natën, se i mbajnë dritat mezur gjithë ditën. Sigurisht që faturat i paguan babi, gjithsesi. Gjithsesi, këtë të diel vajtëm pak më herët që ti marrin fëmijët, edhe sa futemi në shtëpi, shoh të njëjtën skenë. Është gjithmonë e njëjta skenë. Është nëna e shtirë në divan, edhe vajza që i ka hyrë sipër në kurriz edhe e shkel me këmbë. Edhe nëna që rënkon, bira, më çlove, mi shkrive kockat, të lumtë të keq që nëna rrofsh, tani kërce. Edhe vajza që fillon dhe kërcen nga style si për nënës. Po që bëno birë, thot se më gjërvit e kockat, unë thash kërce, do me thëzbit nga divani, jo të kërcesh këshu. Unë që qesh, edhe ime më që më kthehet mua, shiko, thot, se ja keni hapur shumë syrin këtyre fëmijëve të soqëm juve. Edhe rinë dhe ju hypin në qafë, nuk përkëdhejlen fëmijët këshu. Jo, unë su kam përkëdhejlur asjerë këshu. Edhe kush e thot këtë? Mami im. Mami im që i ka përkëdhejlur e shumë fëmijët e mi, sa që gjithmonë ju jep një çokoladë kaq të madhe para buke, që ju ikën dhe oreksi. Mami, kjo është monolog, ndonjë gjë edhe të prohet. Se gjithsesi i marr fëmijët, hypin në makinë edhe rrugës e pyes ti mbir. A mo babi thoj, si ja kalove? A u kënaqe me gjyshin? A u kënaqe me nënën? Tha, babi u kënaqe shumë, tha vetëm se un kam një pyetje. Po mo bab më pyet. Tash babi unë nuk e kuptoj asnjëherë. Pse unë kur shkoj ke nëna, edhe dua tap televizorin dhe shikoj kukullat, po i thash, nuk e gjej telekomandën. I thash, çfarë ti thoja? Ti thoja që telekomandën e merr gjyshi e fut në xhep? Biles, kur tentojnë ndonjëherë të marr gjyshin në telefon, i them, po, ama Derbart, ku e ke celulari? Ja, thotë, e ngatrova, mora telekomandën me vete. Tha se po. Pastaj i mbir më pyeti, mirë babi tha, po një gjë tjetër nuk e kuptoj unë. Pse kur shkoj ke nëna, edhe dua të shikoj kukullat, për shembull, dua të shikoj Madagaskarin. Po pra tha Madagaskarin, s'ka rëndësi, thuaj si duash. Gjithmonë sa e hapun te kukullat, ikin dritat. Si ka mundsi? Çfarë ti thosha? Ti thosha që nëna nga që do të shikoj telenovelat dhe djali se i ul fare automatin. S'mund t'ja thosha këtë. Babi tha të ta bëj dhe një pyetje, po më bab thash ma bëj, pyetja e fundit. Babi tha, duhet të bëj një pyetje thash shumë serioze. Dua të më thuash tha. Te shtëpia nënës, a ka luan? Jo, i thash s'ka, pse? Po atëre pse gjyshi sa herë shkon në banjo thot, po shkoj të takoj Luanin? Megjithatë unë jam shumë i kënaqur me prindrit e mi, sepse janë gjysher vërtet shëmbullor. Edhe me që jemi, dua një duar turkitet fort për gjithë gjyshin. Mami, faleminderit, po ishte thjesht një monolog.